Ikona e kinematografisë shqiptare Margarita Xhepa është ndarë nga jeta në moshën 91 vjeçare. Dje aktoria festoi ditëlindjen. Margarita Xhepa u lind më 2 prill të vitit 1934 në qytetin e Lushnjës, prej ku nisi dhe hapat e para drejt karrierës së saj. Nderi i kombit është titulli me të cilën është vlerësuar aktoria e madhe, që është dhe nderi i qytetit tonë. Një nga zonjat e mëdha të teatrit dhe filmit shqiptar që ka skalitur memorien e publikut shqiptar me role brillante që prej fillimit të saj. Numëron 182 role, mes të cilave 32 në kinematografi dhe 150 në skenën e teatrit. Nga viti 1950 u aktivizua në teatrin popullor, sot teatri kombëtar, dhe njëkohësisht studioi në Liceun Artistik Dega e Dramës. Ka krijuar mbi 150 role në teatr, midis të cilëve mund të përmendim Majlindën tek filmi Majlinda, Dafina tek Lumi i vdekur, Filja tek Cuca e maleve, Zonja Mom tek Kush e solli Doruntinën, Nëna tek Përballë vetes. Ka qenë njësoj e suksesshme edhe në rolet e dramaturgjisë botërore si Ofelia tek Hamleti, Vajza e dytë tek Mbreti i Lirë, Dado tek Romeo e Julieta, Mbretëresha Margaret te Ricardi III të Shakespeare-it. Mes roleve të tjera nga dramaturgjia botërore përmendim edhe Dadon tek Elektra e Sofokliut, në drejtimin e regjisorit grek Dimitri Mavricis në teatrin kombëtar të Greqisë në Athinë.